Të dashur miq, jam Skënderi. Sot kam ardhur në parkun Sougang, këtu në Peking. Kjo është porta e dikurshme lindore e uzinës qelikut, që ka prodhuar mbi 1 miliard ton qelik. Me zhvillimin e kohës, Pekingi është bërë një metropol ndërkombëtar, I cili ka kërkesa më të larta për mbrojtje mjedisit, prandaj uzina e qelikut Sougang është zhvendosur jashtë qytetit. Po në zona e uzinës është transformuar në një park kulturor, ekologjik e sportiv, duke shfaqur transformimin e qytetërimit ekologjik të Pekingit. Sot, do t'ju flas lidhur me 3 karakteristikat transformimit ekologjik të parkut Sougang. Fura e qelikut numër 3 është transformuar në një platformë për shfaqjen e risive teknologjike dhe të artit. Pelku ftohës industrial është shndruar në liçenin e parkut. Në rrënojat industriale është ndërtuar ambienti olimpik. Kjo furë qelik e ndërtuar në vitin 1959 dhe që shkrinte 3.5 ton hekur në minut, ka dëshmuar historinë e zhvillimit të Kinës nga një vend fuqishor në fabrikën e botës. Pas zhvendosjes së uzinës, fura e qelikut e mbetur u bë një muze me platformë për shfaqjen teknologjisë, ekspozitës së arti dhe shikimin e perspektivës. Në këtë platformë janë paraqitur shumë teknologji të reja si 5G, informatika cloud, inteligjenca artificiale e të tjera. Në fakt, në Peking ka shumë zona të vjetra industriale që janë transformuar në zona të shfaqjes së teknologjisë dhe të ekspozitës arti, si zona artistike 798, Muzeu I Artit të Planifikimit në Chaoyang, Parku I Industrisë Kulturore e Krijuese të Shkencës Teknologjisë Beijing I Pekingit e të tjera. Liçeni I bukur Qunming ka qenë park ftohës industrial që u ndërtua në vitet 80 të shekullit të kaluar. Në vitin 2010, pas ndalimit të prodhimit të qelikut, ai është kthyer në një liçen ekologjik publik. Ky park ftohës industrial është restauruar pas 17 proceseve ekologjike, duke u bërë një rikatinë e qytetit. Pranë liçenit janë mbjellë pimë ujore, si kandamishte e lotusit që tërheqën shumë zogje të egër. Në Peking, shumë uzina e fabrika të tjera të vjetra janë transformuar në parqe ekologjike, si për shembull, uzina kimike Dongfang u bë parku pyjor urban Zemra e Gjelbër, ndërsa uzina e koksit do të bëhet një park në lindje të Pekingit. Pas meje, është pista kërcimit të lirë me ski e lojrave olimpike timërore të Pekingit të vitit 2022, që quhet Big Air Sougang. Ajo ka mbetur në mënyrë të përhershme dhe është tani qendra sporteve të akurit dhe të porës e Pekingit. Big Air Sougang përdoret për zhvillimin e garave ndërkombëtare, stërvitjen e sportistëve dhe ushtrimin e skive nga publiku. Në 200 ditët pas përfundimit të lojrave olimpike, numri I turistëve që erdhën këtu e kaloi numrin e përgjithshëm të turistëve në 10 vjetët e kaluar. Në fakt, shumë objekte të vjetra në Peking janë shndruar në parqe sportive. Për shembull, deboja e dritrave, vajt dhe ushqimeve Pekingit është transformuar në parkun ndërkombëtar të sporteve. Disa fabrika të vjetra në Zhongguancun në Peking janë kthyer në objekte me shumë funksione sportive dhe stërvitjeje. Nga një uzinë e rëndësishme e qeliku,
Sogangu është transformuar në një park me muze, liçen ekologjik dhe ambientë sportiv. Këto janë transformimet moderne ekologjike të Kinës.